Të shpejtohen punët në lidhje me agjendën reformuese, porosit sektori jo qeveritar. Marko Troshanovski nga Instituti për Demokraci vlerëson se kuvendi duhet të kryejë mbikëqyrje më të madhe mbi punën e qeverisë dhe ministrave në lidhje me obligimet ndaj Bashkimit Evropian dhe ato nga procesi i Berlinit. Во најмала рака, барем опозицијата би требало да има интерес да биде многу активна во надзорниот дел, но секако дека и претениците кои што припаѓаат на владачкото мнозинство би требало, нели, зашто е државнотворна работата, државничка работа, да придонесат кон поголем притисок врз централната власт да испорача. Troshanovski thot se fokusi duhet të jetë te reformat përderisa zgjat ngecja drejt Unionit për shkak të kushtit politik. Ai vlerëson se europianët e kanë kuptuar precedentin e bërë ndaj Maqedonisë dhe përmes ofenzivës diplomatike do të punohet në sigurimin e garancive të dëshiruara. Тоа сега да се случи е мала, бидејќи бара консензус за што и да од земјите членки, меѓутоа е нешто што во следниот период, година-две, ќе има политичка поддршка значителен дел на земји членки да биде подобрен. Kryeministri Hristian Mickoski nga Samiti i Partive Popullore Evropiane vlerësoi se kushtet shtesë nuk e përforcojnë Europën, por e dobësojnë kredibilitetin kolektiv. Our people, the proud Macedonian citizens I represent, have felt firsthand the weight of double standards. Standards that undermine trust, dampen enthusiasm and risk weakening the very European spirit we champion. Mickoski u bëri thirrje liderëve të pranishëm që të jenë fuqi lëvizëse e zgjerimit me vendet nga Ballkani Perëndimor dhe qartë të tregojnë se integrimi i rajonit në Union nuk është, siç thot, akt bamirësie, por imperativ strategjik. Mes tyre ishte edhe kryetari i Partisë Bullgare në pushtet Bojko Borisov. Pas takimeve në Bullgari, i pari i Këshillit të BE-s, Antonio Costa, nga mesi i majit do ta vizitojë vendin.